Në takimet që deputetët e Partisë Socialiste po zhvillojnë me strukturat e Partisë së Tiranës, po u bëhet e ditur militantëve se pritet dorëheqja e Erion Veliajt nga posti i kryebashkiakut, akt që do të hapë zhvillimin e zgjedhjeve në Tiranë ndoshta përpara 31 tetorit. Siç mësohet, kërkesa duket se i është bërë në mënyrë të prerë, si pasojë nëse kjo nuk ndodh, do të nisë një fushat sulmi ndaj tij. Fushat e cila ka filluar me sondazhet e pilotuara nga qeveria, ku Erion Veliaj paraqitet me një përkrahje të vetëm 14% votuesve të PS-s, ndërsa Ogerta Manastirliu përqehet nga 85% e votuesve. Një rezultat i qartë që tregon se sapo ka nisur shpallja armik i kryetarit Bashkisë së Tiranës nëse ai nuk do t'i jap dorëheqjen. Madje nga ajo që është folur në takimet e strukturave të PS-s, dorëheqja e Veliajt pritet brenda kësaj jave, ndryshe plani prishet dhe do të nisë përplasja. Përplasje e cila nuk do të jetë vetëm politike, por sipas gjasave mund të ndikojë edhe në statusin penal të kryebashkiakut. Në takimet që kanë zhvilluar deputetët në bazë, është thënë se PS e ka mbrojtur Erion Veliajin më shumë se standardi që ka vendosur për zyrtarët e saj, duke mos u përjashtuar nga partia, siç ka bërë me rastet paraardhëse. Siç mësohet, në takime është thënë se PS nuk do të lejojë që të merret në përkëmbë elektorati socialist, i cili kërkon kryetarin në krye të punëve. Dorëheqja brenda kësaj jave është përhapur si një slogan, por që duket se përbën edhe shantazhin që i është bërë kryebashkiakut. Rama nuk dëshiron që zgjedhjet e Tiranës të zhvillojë veçmas me bashkitë e tjera dhe ky version konsiderohet si ultimatum politik i mazhorancës. Rama pikërisht për të mos zhvilluar zgjedhje të veçuara ka detyruar dorëheqjet e kryebashkiakëve të Matit, Beratit, Tepelenës. Më pas ka emëruar ministër kryebashkiakun e Cerrikut dhe ka detyruar kryetarin e Bashkisë së Vlorës që t'jap dorëheqjen. I gjithë ky skenar është një manovër politike për të konfirmuar rezultatin e 11 majit dhe për të mbyllur përfundimisht plagën Veliaj. Por kundërshtia e hapur e kryebashkiakut të Tiranës ka sjellë një situatë që Edi Rama nuk e ka pritur. Pasi i mësuar me bindjen e plotë të varësve të tij, kryeministri mësohet se është irrituar tepër dhe i ka kërkuar juristëve pranë tij të qepnin plagën e hapur në mënyrë të menjëhershme. Ditën e premte Edi Rama do të marrë pjesë me një fjalim në tubimin e shoqatës së veteranëve të UÇK-s. Pas mitingut që do të zhvillohet në sheshin Skënderbej, pritet që ai të mbledh kryesinë e PS-s për një qendrim final mbi Erion Veliajin, ku sipas të gjitha gjasave do të ketë një tablo të gjatë sinoptike që pritet ta shpallin Lalin, poli agent të disa shërbimeve armike.